Sipas organizatës botërore meteorologjike, viti 2025 pritet të jetë i dyti ose i treti më i ngrohtë në histori mes përkeqësimit të ngrohjes globale. Në raport thuhet se temperatura mesatare globale pranë sipërfaqes ishte rreth 1.42 gradë Celsius më e lartë se mesatarja paraindustriale, ndërsa përqendrimet atmosferike të gazeve serë dhe nxehtësia e oqeaneve arritën nivele rekord në vitin 2024 dhe vazhdojnë të rriten edhe në 2025. Sipas raportit, shtrirja e akullit në oqeanin arktik në mars 2025 ishte më e vogla e regjistruar ndonjëherë që nga fillimi i matjeve satelitore, ndërsa akulli në Antarktik ka mbetur shumë poshtë mesatares gjatë gjithë vitit. Pasojat e kombinuara të temperaturave të larta dhe fenomeneve ekstreme të motit kanë dëmtuar tokat bujqësore, kanë përkeqësuar jetesën dhe thelluar varfërinë, duke shkaktuar zhvendosje në disa rajone të botës, thuhet në raport. Sekretarja e përgjithshme e Organizatës Botërore Meteorologjike, Celeste Saulo, theksoi se është pothuajse pamundur që në vitet e ardhshëm të arrihet objektivi për të kufizuar rritjen e temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Megjithatë, ajo shtoi se nuk ka vend për pesimizëm, pasi prirja ende mund të ndryshojë. Një raport i mëparshëm i organizatës vlerësoi se temperaturat globale do të mbeten në nivele rekord ose pranë tyre, duke shtuar rreziqet klimatike dhe ndikimin mbi shoqërinë, ekonominë dhe zhvillimin e qëndrueshëm.